Një nga mbrëmjet më të paharrueshme brenda shtëpisë së Big Brother Kosova erdhi papritur, nën tinguj të shiut që binte pa pushim mbi oborrin e shtëpisë. Lëndrimi, me një buzëqeshje të lehtë dhe një ndjenjë të dukshme mallëngjimi, nisi të këndonte me zë të ulët, dumet I pa syt, se malli më ka myt, ka je sonte, ka je nis. Fjalët e tij ishin të mbushura me emocione të sinqerta dhe menjëherë kapën vëmendjen e Elionës, e cila I u përgjigj me një shikim të ngrohtë dhe një buzëqeshje që tregonte se po ndjente të njëjtat ndjenja, pak nga pak. Të gjithë banorët filluan të bashkoheshin me ta, duke kënduar këngën me zë të njëjtë. Njëkohësisht, pika të mëdha shiu binin mbi kokat e tyre, duke krijuar një atmosferë magjike. Nuk kishte kamera që mund të kapnin plotësisht emocionin e momentit, sepse aty nuk ishte thjesht këngë apo ritëm, ishte ndjenja e bashkimit, gëzimit dhe lumturisë që lind nga një përvojë e përbashkët, secili qëndronte pranë njëri tjetrit, disa të lagur deri në kocka, por me fytyra të ndritshme nga buzëqeshjet dhe emocionet. Një ndjenjë lehtësimi dhe paqeje mbushi shtëpinë, një pushim I vogël nga tensionet e lojës dhe strategjitë e përditshme. Kënga e lëndrimit nuk ishte thjesht një këngë, ishte një thirrje për të ndjerë, për të shijuar momentin dhe për t'u lidhur si grup. Ndërsa tingujt e muzikës dhe zërat e banorëve përziheshin me bubullimat e shiut, atmosfera u shndërrua në një kombinim të bukur të gëzimit dhe mallëngjimit. Secili dukej sikur kishte harruar lodhjen, grindjet dhe rivalitetet e ditës, tani kishte vetëm kënaqësi dhe emocion të pastër. Momenti I këndimit nën shi nuk ishte thjesht një lojë ose sfidë, por një ritual I vogël I bashkimit që përçonte energji pozitive dhe mbante mendjet larg çdo konflikti. Ky episod tregoi edhe një herë se Big Brother Kosova nuk është vetëm lojë dhe intrigë, por edhe përvoja njerëzore, ndjenja që lidhen, çaste që kujtohen dhe momente që bashkojnë. Kënga nën shi u bë një kujtim I bukur për të gjithë banët.